Reperi i njohur shqiptar Stresi ka shprehur hapur mbështetjen e tij për banorin më të ri të Big Brother VIP Kosova 4, Lim Hotin, duke e bërë këtë përmes një postimi në rrjetet sociale që nuk kaloi pa u vënë re nga ndjekësit. Në mesazhin e tij, Stresi shkroi: "Tregoju që ke lindur për qejf", një shprehje motivuese që u interpretua si një sinjal i qartë besimi dhe përkrahje për rrugtimin e Limit brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Lim Hoti u bë pjesë e Big Brother VIP Kosova të premten, duke sjellë me njëherë energji të reja dhe duke trazuar balancat ekzistuese të lojës. Hyrja e tij nuk ishte as pak e qetë, pasi ai njihet për historitë e tij të mëparshme sentimentale me dy banore të këtij edicioni, Alba Pollozhanin dhe Bia Kalifën, të cilat tashmë janë në qendër të vëmendjes së publikut dhe banorëve brenda shtëpisë. Këto lidhje të shkuara kanë ndezur menjëherë kurreshtjen e shikuesve dhe kanë hapur terren për situata të reja, debate dhe përplasje emocionale. Prania e Limit ka ndikuar dukshëm në dinamikën e brendshme të shtëpisë, duke shtuar tensionet, intrigat dhe diskutimet mes banorëve. Nga ana tjetër, mbështetja publike nga një figurë e njohur si Stresi pritet t'i jap atij një shtys të fortë në perceptimin e publikut, veçanërisht te fansat e Big Brother VIP Kosova, të cilët ndjekin me vëmendje çdo zhvillim. Ky edicion i Big Brother VIP Kosova po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje mediatike, ndërsa futja e Lim Hotit duket se ka rritur ndjeshëm interesin e spektatorëve dhe ka gjallëruar diskutimet në rrjetet sociale. Tashmë, të gjithë syt janë nga ai dhe mënyra se si do ta menaxhojë lojën, marrëdhëniet me banorët dhe presionin e krijuar. Mbetet për t'u parë se si do të vijojë rrugtimi i tij në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, dhe nëse do të arrijë ta shfrytëzojë këtë moment në favorin e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.